Dolce i futet në krevat Edit në një moment të qetë të natës, kur shumica e banorëve janë shpërndar në dhomat e tyre. Ajo afrohet ngadalë, e mbështjell me batanien e saj dhe pa thënë asnjë fjalë, i shtrihet pranë. Edi në fillim mbetet i habitur, por më pas buzëqesh lehtë kur e sheh që Dolce kërkon afërsi. Ata përqafohen me një ngrohtësi të natyrshme, sikur prej kohësh kishin nevojë për këtë qetësi mes kaosit të shtëpisë. Dolce i afrohet edhe më shumë, duke e parë në sy dhe duke i folur me zë të ulët, thuajse sekret. Të dy qeshin me fshehtësi, shkëmbejnë fjalë të buta dhe puthje të lehta në faqe, sikur po testojnë kufijtë e një afërsie që sapo ka nisur. Në një organ, ata thjesht rrinë të shtrënguar pranë njëri tjetrit, duke folur për lojën, për banorët dhe për gjithë tensionet që kishin përreth. Dolce i rrëfen se ndonjëherë ndihet e lodhur nga shurma e shtëpisë dhe prania e Edit e bën të ndihet më e qetë. Edi, nga ana tjetër, duket i kënaqur nga vëmendja e saj dhe shpesh qesh i emocionuar kur ajo i thot diçka të ëmbël. Duket qartë se midis tyre po krijohet një afërsi e re, një lidhje që banorët e tjerë ende nuk e kanë kuptuar. Flasin, qeshin, përkëdhelin njëri tjetrin lehtë dhe mbeten të shtrënguar pranë gjithë kohën, sikur askush tjetër në shtëpi nuk ekziston. Dhe ndërsa nata avancon, mbetet mister se si do ndryshojë raporti i tyre dhe si do reagojnë banorët kur të shohin se të dy po afrohen kaq shumë. Eliona dhe Edi janë ulur në obor, larg zhurmës së banorëve të tjerë. Ajo duket sikur po mendon diçka serioze dhe Edi e vëren. Ai e pyet me një ton të qetë, "Ç'ke kështu? Po dukesh sikur do thuash diçka." Eliona merr frym thellë dhe ja kthen me një sinqeritet të papritur, "Edi, unë po ta them troç. Benita po vdes për ty." Ajo nuk e përballon dot faktin që ti nuk i kushton vëmendje. Edhe për këtë po çmendet, po bëhet xheloze, prandaj s'pushon së foluri për ty. Edi qesh, por një buzëqeshje e gjatë, sikur se beson fare atë që dëgjon. "Po çfarë thua moj Eliona?" i thot ai duke tundur kokën. "Benita? Për mua? Jo, më fal, por unë s'do ta pranoja kurrë. S'ka asnjë mundësi." Eliona e sheh seriozisht dhe vazhdon, "Po ti nuk po kupton. Kjo është arsyeja pse ajo sillet keq, pse shpërthen, pse tallet me ty e me të tjerët. Po mundohet të tërheqë vëmendjen me çdo mënyrë." Edi fillon të qesh edhe më shumë, por me një lloj habie të përzier me ironi, "Po unë s'jam fare i interesuar. As pak. S'ka lidhje fare me mua kjo punë. Edhe nëse ajo po sillet ashtu, nuk ka asnjë shans që unë ta shoh ndryshe." Eliona tund kokën, e bindur se ajo që po thot është e vërtetë, "Po ja pra, prandaj ajo shpërthen. E di që ti nuk e përfill. Dhe kjo e djeg. E ti se kupton fare sa e prekur është." Edi ulet mbrapa dhe qesh një herë të fundit. "Po të them unë, as në ëndër se pranoj. S'ka asnjë skenar që më lidh mua me Benitën." Ata të dy vazhdojnë bisedën, me Elionën që mundohet t'i shpjegojë arsyet e sjelljes së Benitës, ndërsa Edi mbetet i bindur se ajo s'ka asnjë vend në rrethin e personave që ai do afronte ndonjëherë. Atmosfera mes tyre bëhet më e lehtë, duke u kthyer në një bisedë të gjatë plot batuta dhe komente mbi sjelljet e banorëve të tjerë. Bia hyn në dhomën ku po rrin Edi dhe Toni dhe menjëherë fillon t'i ngacmojë të dy me buzëqeshjen e saj provokuese, thjesht për t'i çuar në siklet dhe për të ndezur pak atmosferën. Ajo u afrohet, i vështron nga kokat e këmbët dhe thot me ton lojcak, "Ua, po ju të dy që keni bërë shumë të fortë këto ditë. Nuk po di këtë vlerësoj më shumë." Edi dhe Toni e shikojnë njëri tjetrin, të hutuar por edhe të argëtuar nga energjia e saj. Duket qartë që Bia po kërkon vëmendje dhe po i provon se sa larg mund t'i çojë me humorin e saj të guximshëm. Ajo vazhdon akoma më shumë, duke i ngacmuar me fjalë të dy, "Po ju them seriozisht, nuk e di kush prej jush është më interesant. Ju dy bashk mund të bëni gjithë shtëpinë të flasë." Edi qesh me zë të lartë, ndërsa Toni e ul kokën dhe buzëqesh si i turpshëm, por i vëre se faqet i skuqen. Të dy shtangen për një moment, sepse nuk e prisnin që Bia t'i vinte në shënjestër në atë mënyrë kaq të drejtë për drejtë. Situata bëhet edhe më e sikletshme kur Bia afron një karrige dhe ulet mes tyre, sikur po pret që dikush të reagojë. Ajo tund këmbën, bën sikur s'ka ndodhur gjë dhe thot me ton sfidues, "Hajde, pse jeni ngrirë? Mos u trembni. Unë vetëm po ju testoj."
Të shoh kush i përballon batutat e mia, Edi dhe Toni shpërthejnë në të qeshura nga situata, por në shtëpi fillojnë menjëherë zërat dhe thashe themet. Disa banor që dëgjuan nga larg rrinë me veshët hapur, sepse gjithçka që po ndodh mes Bies, Edit dhe Tonit duket se do të shndërrohet në dramën e radhës të natës. Askush nuk e di se çfarë do të ndodh më tej, por një gjë është e sigurt. Bia sapo ka ndezur një tjetër zjarr brenda. Edi afrohet ngadalë te Eliona, e cila është ulur në një cep të sallonit, paksa e mërzitur pas gjithë debateve të ditës. Ai e sheh që ajo është e tensionuar dhe merr frym thellë, sikur po përgatitet të bëjë një gjest të sinqert. Pa thënë asgjë në fillim, ai ulet pranë dhe i vendos dorën lehtë mbi shpatull, thjesht për t'i treguar se është aty. Eliona, i thot me një zë më të butë se zakonisht, mos u mërzit kaq shumë. S'ke pse. Ti je vajza më e mirë këtu brenda. Ajo e sheh me habi, duke mos e pritur një qasje kaq të qetë prej tij. Edi buzëqesh lehtë dhe afrohet, duke e përqafuar me kujdes, pa e vënë në siklet. Ai i jep një puthje të lehtë në faqe. Një gjest ngrohtësie, jo flirtimi, sikur thjesht po i jep forcë dhe siguri. Je shumë më e fortë se mendon, i thot ai. Nuk dua të shoh duke u lënduar nga fjalët e askujt. Eliona ul syt dhe merr frym thellë, e prekur nga mënyra si ai po i flet. Edhe pse shpesh kam pasur debate e mosmarrëveshje, ky moment duket I sinqert. Edi vazhdon, Benita mund të thotë ç'të doj, por ti ke karakter, ke qetësi. Unë s'do lejoj që ajo të shtyp, apo të bëj të ndihesh më keq. Po të mbaj krahun, ok. Eliona e shikon me një shikim mirënjohës, jo se I beson plotësisht, por sepse në atë moment ka nevojë ta dëgjoj dikë që I flet me mirësi. Atmosfera rreth tyre bëhet më e qetë dhe për herë të parë pas shumë kohësh, Eliona duket sikur po gjen pak mbështetje në dikë brenda shtëpisë. Ky gjest I Edit tregon se pavarësisht debateve, ai e pranon se ajo po kalon momente të vështira dhe përpiqet t'i tregojë se nuk është vetëm. Edi afrohet Elionës me një buzëqeshje paksa provokuese, sikur po kërkon t'i tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Ai e vështron për disa sekonda, pastaj I thot me një ton gjysmë shaka, gjysmë serioz, po ta mendosh mirë, unë dhe ti do ishim çifti perfekt. E kemi energjinë, dukjen, karakterin. Gjithçka do na shkonte për mrekulli. Eliona e ndalon për një moment, e shet drejtë në sy, pastaj fillon të qesh lehtë, një e qeshur që tregon më shumë habi se sa pëlqim. Ajo tund kokën dhe shtrëngon buzët me ironi. Humor Edi, I thot, duke I hedhur një shikim plot humor, shko gjej ndonjë tjetër se unë asnjëherë nuk bëhem çift me ty. Edi mundohet të ruajë qetësinë. Por duket qartë se përgjigjja e saj e lë paksa të zënë ngushtë. Ai përpiqet ta kthejë përsëri në shaka, duke I thënë, e po, s'dihet. Ndonjë ditë do më marrësh seriozisht. Eliona e ngre vetullën metallie dhe kalon pranë tij, duke I thënë me një ton të qetë, por shumë të sigurt, jo, Edi, unë e di çfarë dua. Edhe e di shumë mirë çfarë nuk e dua. E ti nuk je në atë listë. Ndërsa ajo largohet, Edi mundohet të qesh, por sikur ndjen një piçkim në ego. Banorët e tjerë që e shikojnë skenën qeshin me situatën, ndërsa Eliona duket e qetë dhe e vendosur, sikur sapo I ka mbyllur një derë që nuk do ta hap kurrë. Prindërit e Elionës dalin publikisht dhe shprehin hapur shqetësimin e tyre të madh për mënyrën se si vajza e tyre po trajtohet brenda shtëpisë. Ata ndihen të lënduar duke parë klipet ku Benita dhe Alba sillen keq me Elionën, e provokojnë, e tallin dhe e vënë në situata të pakëndshme. Për ta, këto sjellje nuk janë thjesht debate të zakonshme mes banorëve, por shkojnë përtej kufive dhe kthehen në një formë të qartë bullizimi që po e prek emocionalisht vajzën e tyre. Prindërit e Elionës kërkojnë zyrtarisht që Benita dhe Alba të eliminohen nga gara, duke argumentuar se askush nuk duhet të kalojë atë që po kalon Eliona, një vajzë që sipas tyre ka hyrë në këtë format për të treguar personalitetin e saj, jo për t'u nënshtruar ngacmimeve dhe sjelljeve fyese. Ata theksojnë se është e padrejtë që ajo të vendoset në shënjestër dhe të përjetojë presion të panevojshëm vetëm sepse është më e qetë ose nuk I përgjigjet me të njëjtën ashpërsi, sipas tyre. Shtëpia e Big Brotherit duhet të jetë një ambient loje dhe gare, jo një vend ku dy banorë bashkohen për të sulmuar një person të vetëm. Ata shprehin bindjen se publiku e ka parë qartë situatën dhe se vajza e tyre po bullizohet padrejtësisht. Për këtë arsye, prindërit e Elionës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe dënim të sjelljes së Albës dhe Benitës.
duke besuar se eliminimi i tyre është masa më e drejtë për të ndaluar këtë situatë dhe për të mbrojtur mirëqenien e vajzës së tyre. Bia dhe Toni ndodhen në një nga qoshet më të qeta të shtëpisë, larg zhurmës së banorëve të tjerë. Të dy duken të relaksuar, duke biseduar dhe duke qeshur me njëri tjetrin. Atmosfera mes tyre është e lehtë, e ngrohtë dhe duket sikur po krijohet një afrimitet i natyrshëm. Ndërsa biseda vazhdon, Bia e sheh Tonin në sy për pak më gjatë se zakonisht. Ka diçka në mënyrën si e vështron që tregon se ajo ndihet mirë pranë tij. Ajo afrohet ngadalë me një buzëqeshje të ndrojtur dhe Toni nuk largohet, përkundrazi, ai duket i surprizuar, por i kënaqur nga vëmendja e saj. Në një moment të qetë, Bia i afrohet edhe më shumë dhe i jep Tonit një puthje të lehtë, plot ngrohtësi. Toni buzëqesh menjëherë dhe duket qartë se nuk e bezdis ky gjest, përkundrazi, atij i pëlqen vëmendja e saj dhe mënyra si ajo e shpreh afërsinë. Pse më sheh ashtu? E pyet Bia me buzëqeshje, duke u mbështetur pak më afër tij, sepse je ndryshe, i thot Toni, pak i emocionuar, por me një ton të qetë. Me ty ndihem rehat. Ata vazhdojnë të bisedojnë, duke shkëmbyer batuta dhe duke u afruar natyrshëm, sikur po njohin pjesë të reja të njëri tjetrit. Banorët e tjerë që kalojnë andej këtej i shikojnë me kurreshtje, pasi është hera e parë që i shohin të dy kaq afër. Duket qartë se mes Bias dhe Tonit po krijohet një lidhje e vogël, qoftë misi e fortë, qoftë një pëlqim që po rritet ngadalë. Të dy po kalojnë kohë të mirë, po rrinë pranë njëri tjetrit dhe po ndërtojnë një atmosferë që i bën të duken gjithnjë e më të afërt. Çfarëdo që të jetë, një gjë është e sigurt, publiku do e vërë re këtë afrimitet shumë shpejt. Dolce dhe Edi shtrihen bashkë në divanin e gjatë të sallonit, në një nga ato mbrëmjet ku banorët duken të shpërndarë dhe secili merret me punët e veta. Ambienti është i qetë, dritat e buta krijojnë një atmosferë relaksuese dhe kjo i jep mundësinë dyshës të flasin pa ndërprerje. Dolce afrohet pak nga pak, sikur pa e kuptuar as vetë, dhe mbështet krahun pranë tij. Ajo e vështron nga afër, me një buzëqeshje të lehtë që s'mund ta fshej. Edi, i thot ajo me një ton të butë, dikur s'kam menduar që do rria kaq afër teje. Por ja ku jemi. Edi e kthen kokën dhe e sheh drejtë në sy. Ai duket pak i habitur, por jo i pakëndshëm. Madje, për një moment, ai duket i ngrohur nga fjala e saj. Po pse? E pyet ai me gjysmë buzëqeshje. S'jam aq i frikshëm, apo jo? Dolce qesh ngadalë dhe shtyn pak shpatullën e tij me dorë, në mënyrë lozonjare. Jo, nuk është kjo. Thjesht, njerëzit këtu janë të vështirë për t'u kuptuar. Ti më duket sikur ke një anë tjetër që nuk e tregon shpesh. Edi ul syt për një çast, pastaj ja kthen, edhe ti si aq e mbyllur sa dukes. Kur rri afër teje, më duket sikur mund të flas më hapur. Dolce e lë kokën të bjerë paksa në anën e tij, aq sa ai ndjen aromën e saj të lehtë. Ajo bën një gjest të vogël, duke rregulluar batanien dhe afruar më shumë hapësirën mes tyre. Banorët e tjerë nisin të hedhin syt nga larg, të habitur me afërsinë e re që po krijohet. Disa madje nisin të pëshpërisin mes tyre, por Edi dhe Dolce duket sikur nuk e vënë re fare. Po flasim kaq mirë, i thot Dolce me zë të ulët, sikur të njihja prej kohësh. Më bën të ndihem komode. Edi qesh dhe për herë të parë duket vërtet i relaksuar. Komod është mirë. Sidomos këtu brenda, ku s'di kush të vjen kundër e kush të rri pranë. Dolce rri për disa sekonda në heshtje, pastaj i afrohet edhe më shumë, duke vendosur krahun mbi të tijin. El, me ty nuk kam ndjesinë që duhet të mbrohem, thot ajo me një sinqeritet që nuk e tregon shpesh në lojë. Edi, në mënyrën e tij tipike plot humor dhe provokime të lehta, i afrohet Dolces teksa ajo është ulur në divan. Ai shtron krahët rehat dhe i ulet pak më pranë, me atë buzëqeshjen e tij që gjithmonë përdor kur do të bëjë ndonjë shaka. Dolce, i thot ai me një ton lozonjar, me këtë energjinë tënde je si ato çokollatat e mira që të tundojnë nga rafti. Do të ngacmoja gjithë ditën. Dolce qesh dhe tund kokën me ironi, duke e shtyr pak me dorë si për t'i thënë hajde mos u tepro. Edi, s'të mbarohen kur këto fjalët e ëmbla, apo? I thot ajo, ai qesh dhe ngres supet. Po mirë, ç'të bëj? Kështu jam unë. Po më ngacmoni ju të gjithë. Unë ngacmoj mbrapsht. Dolce e shikon me një vështrim ku përzihet argëtimi dhe mosbesimi. Jo, jo, i thot ajo, ti ngacmon të gjitha vajzat këtu.
mos e bëj veten të pafajshëm tani. Edi shtrihet më rehat dhe me një ton plot vetbesimi përgjigjet, po ç'të them. Jam tip social. S'di të rri i qetë me njerëzit. Banorët e tjerë që janë aty pranë nisin të qeshin me këtë shkëmbim batutash, sepse din shumë mirë që Edi është gjithmonë ai që kërkon të krijojë atmosferë, të bëj humor, dhe ndonjëherë edhe të testoj reagimet e vajzave nëpërmjet ngacmimeve të tij të padëmshme. Dolçe tund kokën me buzëqeshje dhe i thot, vetëm mos e tepro, se pastaj të lëm në baltë dhe s'ke më këtë ngacmosh. Edi qesh me zë dhe i përgjigjet duke u ngritur pak më drejt, me ty s'kam frikë. Ti e merr çdo gjë me sportivitet. Dhe kështu, situata mbetet plot humor dhe batuta, me një dinamik të gjallë dhe të lehtë mes tyre, pa kaluar kufit e respektit, ndërsa banorët vëzhgojnë nga larg duke u argëtuar me energjinë e tyre.